Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin, nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Të respektuar shikues, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ja, ky është një takim i radhës në emisionin ton të përbashkët Kam një problem, i cili transmetohet sërish drejt për drejt, pra këtu nga studiot e PIS TV-s në gjuhën shqipe. Të gjithëve ju përshëndes me përshëndetjen e banorëve të xhennetit me selamin. Jemi sonte po e quaj në një natë që shënon përfundimin e muajit Dhulhijhe, dita e fundit e një prej muajve që janë nga muajt e shenjtë, edhe në kuptimin e asaj që e ka quajtur Allahu, por edhe në vlerën se në këtë muaj pra ishte dita e Arafatit dhe dita e Kurban Bajramit. Dhe të njëjtën kohë, për të gjithë ata që kanë interesim ta përcjellin kalendarin hënor, është e ditshme se muaji Dhulhijhe është muaji i 12 i vitit, që nën kupton këtu shënon edhe përfundimin viti 1433. Pra që nga sonte ne veç kemi hy në vitin 1434 pas hijretit të Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Natyrisht se kjo mund të quhet ndryshe edhe ndoshta nata e vitit të ri, po e shprehi në këtë formë dhe të njëjtën kohë dua që të tërheqi vëmendjen e të gjithëve se ja pra lirisht kado që i kaloni kanalet televizive për ata që kanë mundësi të shohin në gjuhën arabe edhe në gjuhë të tjera ku muslimanët janë me shumicë, do të shohin se as në programe televizive, as në ndonjë formë tjetër kjo natë nuk shënon ndonjë ndryshim. Pra nuk vlerësohet si natë festive që pra në esencë është ndrrimi i motmoteve. Ne nuk themi se me do mos këtu ka ndodh në këtë ditë hijreti i Resulullahit sallallahu alaihi wasallam, por megjithatë muajt kur kanë filluar të radhiten dhe të renditen, muajt hënor, muaji Muharram pra është muaji i parë. Pra që nga sonte ne veç jemi në muajin Muharram, i cili është prej muajve të shenjtë, i cili është prej muajve ku marrëveshjet paqësore në mes popujve ishin gjithmonë të ligjshme. Kështu kishin qenë në kohë të ignorancës, por të tilla marrëveshjet i kishte vlerësuar edhe Islami, kur Allahu në Kur'an thot inna iddatash shuhuri 'inda Allahi 12 shahran fi kitabillahi yawma khalaqa as-samawati wal ard minha 4 hurum. Pra numri i muajve tek Allahu që ditën kur krijoi qejt dhe tokën është 12. Prej tyre 4 sosh janë muaj të shenjtë ose muaj ku gjakmarrja, lufta, llavrasja e gjitha këto që kanë të bëjnë me përplasjet e njerëzve, e komuniteteve, e fiseve, pra ishin të ndaluar dhe respektoheshin që në ato kohë. Këta muaj janë Rexhepi si muaj që është ndarës nga këta 3 tjerët, pra është muaji i 7 në kalendarin hënor, është pastaj muaji Dhulqa'de, muaji Dhulhijhe dhe muaji Muharram që i bie pra muaji i 11, i 12 dhe muaji i parë, por që këta natyrisht pra janë në një radhitje njëri pas tjetrit. Sido që tjetë pra ne nga sonte pra kemi hyrë në vitin e ri dhe kemi hyrë në muajin e ri që është muaji Muharram. Muaji Muharram natyrisht dallohet për ditën e 10 që e ka
dita kur Allahu e shpëtoi Musain alayhis salam nga ushtria e faraonit, dita kur ndodhi mrekullia e madhe e hapjes së detit si shpëtim për Musain alayhis salam, por të njëjtën kohë ishte ndëshkim për faraonin dhe ushtrinë e tij që ishte duke e ndjekur ushtrinë e Musait alayhis salam dhe të Beni Israilëve, nëse lejohet ta quajmë ashtu ushtri. Dhe natyrisht se kjo është dita e 10 që festohej dhe kremtohej me mënyra si Islami ne na mëson që datat historike ti festojmë dhe kremtojmë. Pra muaji i Ramazanit është muaji në të cilin zbriti Kur'ani. Kur'ani është udhëzim për njerëzit, sqarues i atij udhëzimi, edhe është dallues mes të mirës dhe të keqes. Pra Kur'ani është çështje e madhe. Andaj derisa ai ka zbritur në Ramazan, atëherë kushdo që është gjallë dhe është më shëndet në Ramazan, ne duhet ta festojmë këtë muaj të shpalljes së Kur'anit, e që ajo mënyrë e festimit pra është agjerimi, i cili është pra një prej shtyllave të Islamit. Edhe në këtë rast, ditën e 10 të muajit Muharram, që fillimisht pra ishte obligative edhe për muslimanët, pra e që ndërkohë ishte deroguar obligueshmëria e agjerimit të kësaj dite, pra ditës së 10, dhe kishte ngelur që të jetë sunnet apo mustahab ta quajmë, pra e preferueshme që të agjerojmë ditën e 10 të muajit Muharram. Dhe rrjedhimisht prej kësaj është kuptuar në ndërkohë se çifutët po ashtu e agjerojnë këtë ditë dhe e madhërojnë këtë ditë. E i dërguari sallallahu alaihi wasallam ishte shumë kurrështar që të mos përngjasojnë muslimanët me dikë tjetër prej komuniteteve fetare, sepse muslimanët gëzojnë autonominë e plot, gëzojnë pavarësitë të plot në çështjet e fesë, pra nuk janë të obliguar që të shkojnë pas një mësimi fetar të dikujt tjetër, por është Muhamedi sallallahu alaihi wasallam profeti i fundit, i cili legjitimon edhe shpalljet e mëhershme, por vjen të njëjtën kohë me shpalljen e fundit, me Kur'anin, dhe aty janë mësimet edhe për popujt e tjerë, aty janë mësimet edhe për profetet e tjerë, të cilët vazhdimisht e kishin shprehur me gjuhët e tyre se ata ishin musliman dhe ishin të nënshtruar ndaj Allahut fuqiplot. Dhe kësaj pra ne jemi në gjendje të kuptojmë se në bazë të traditës së Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, që ndonjë ibadet, ndonjë rit, ndonjë kulturë të fesë pra ta bën të ndryshe nga të tjerët, qofshin ata çifutët, qofshin ata të krishterët, e mos të flasim për besimet e tjera që nuk numërohen si besime monoteiste asesi. Atëherë pra ai kishte parapëlqyer pra dhe kishte thënë fjalinë, nëse do të isha unë në vitin e ardhshëm gjallë, atëherë do të agjeroja ditën një ditë përpara ose një ditë mbrapa Ashurës, pra ditës së 10. Dhe nga kjo kuptohet se Ashureja është e preferuar që të shoqërohet me ditë agjerimi, ditën e 9 apo të 11-ën, edhe në fakt klasifikimi më i mirë do të ishte që të agjerohen 3 ditë radhazi, pra edhe e 9-ta, edhe e 10-ta që është bazike në këtë rast, edhe e 11-ta. Nëse nuk mundemi kështu, atëherë kemi dy versione të dietarëve që parapëlqejnë pra të agjerohet e 9-ta me të 10-ën mundësisht, e disa të tjerë thonë e 10-ta me të 11-ën, sidoqoftë cila do që ndodh është më e mira. Por duhet të kemi parasysh se edhe nëse nuk arrihet të agjerohet dita e 9, pra le të mos lëshohet dita e 10, e cila është pra një ditë e begatshme që të agjerohet, sepse shlyn thjesht mëkatet e mëparshme. Nuk them këtu për mëkate të mëdha, nuk është për qëllim pra mëkatet të cilat do mos nga mëkatari kërkojnë që të shpreh pendimin, që të shpreh istikfarin, që të bëhet pishman për veprën e tij dhe vetëm ashtu ai t'i drejtohet Allahut fuqiplot dhe në atë mënyrë pra të kërkoj falje
Por sigurisht bëhet fjalë për mëkate të natyrës, ose mëkateve të vogla, të cilat janë si guralecat. Pra duken të imt, duken pa peshë të madhe, por janë aq të shumt sa që në fakt ashtu pra ata gur bëjnë mur. Pra thjesht edhe mëkatet e vogla janë ato që shpeshherë mund ta shkatërrojnë njeriu, mund ta shkatërrojnë veprimtarinë e dikujt i cili vërtet ka nevojë që ato ti shlyhen me këso vepra siç është agjërimi i ditës së Ashurës. Të njëjtën kohë ne shfrytëzojmë nga rasti që të bëjmë me dije se në muajin Muharram po ashtu inkorporohen edhe bestytni të ndryshme nga besimet që nuk janë të konfirmuara nga ana e Allahut të plotfuqishëm, pra siç është agjërimi i tërësishëm i muajit Muharram. Kjo nuk kërkohet nga besimtarët që ta veprojnë. Besimtarët mund të agjërojnë pra ditën e Ashurës, mund të agjërojnë 3 ditë dhe rrjedhimisht ata do të konsiderohen, edhe nëse janë të rregullt në agjërimin e 3 ditëve të bardha, do të konsiderohen se i kanë plotësuar 3 ditë të muajit Muharram. Por nëse dëshirojnë, ata mund që po ashtu të agjërojnë dhe ditët 13, 14 dhe 15 të çdo muaji, përfshi këtu edhe muajin Muharram, krahas agjërimit të ditës së Ashurës. Mirë po, nuk guxojmë që të lejojmë vetveten që krahas agjërimit, i cili është i njohshëm për besimtarët musliman, pra abstenimi nga ushqimet dhe pijet prej agimit e deri në perëndimin e diellit, pra të mos mashtrohemi dhe të mendojmë se eventualisht ka edhe agjërim me mënyra të tjera, sikur heqja dorë nga mishi dhe llojet e tij, pra sikur i kanë disa sekte të cilat thirrën në ndonjë praktikë të dikujt, por nuk kanë bazë në fjalën e Allahut në Kur'an e as në traditën e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Kështu që duhet të kemi parasysh se udhëzimi më i mirë është udhëzimi i Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, i cili e kishte shpreh ndaj atyre personave që kishin pretenduar të bëheshin edhe më të devotshëm se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, duke agjëruar çdo ditë, duke u falur çdo natë dhe duke hequr dorë nga ngrënia e mishit, e po ashtu edhe duke hequr dorë nga martesa. E i dërguari sallallahu alaihi wasallam kur kishte kuptuar për atë lloj asketizmi të tyre, kishte thënë unë agjëroj, por edhe ha, pra nuk ka agjëruar çdo ditë. Dhe ai ka preferuar agjërimin e Davudit, që është i njohshëm pra në terminologjinë e shariatit, i cili pra Davudi alayhis salam, një profet prej profetëve të Allahut, kishte agjëruar tër jetën e tij një ditë po dhe një ditë jo, në mënyrë që të mos e kalit veten me agjërim në çdo kohë, por ta adaptoj veten edhe me ushqim, por edhe me lodhje, pra në mënyrë e tillë pra që i dërguari sallallahu alaihi wasallam e ka preferuar dhe ka lavdruar, por vet në fakt ka agjëruar shumë, por nuk e ka pas zakon që ta bën këtë lloj të agjërimit. Pra ka thënë i dërguari sallallahu alaihi wasallam, un agjëroj dhe ha. Un falem natën dhe pushoj. Falet natën i dërguari sallallahu alaihi wasallam deri në atë mas sa përshkruajnë bashkëshortët e tij, përshkruan Aisha radiallahu ta'ala anha, dhe thotë se ati janë enjur këmbët nga qëndrimi i gjatë në namaz që e ka pas i dërguari sallallahu alaihi wasallam, është fjala për namazin natën që e ka bërë në shtëpinë e tij. Sa që një ditë prej ditëve Aishës i shkon ndërmend i thotë, pra e pse ti falesh kaq gjatë dhe kaq me përkushtim, kur dihet se Allahu ti ka falë të gjitha mëkatet që i ke bërë eventualisht më herët, por edhe të tjerët që eventualisht mund t'i bësh. Në fakt, pra është vërtetim i fjalës së Allahut në surën El-Fath, që Allahu pra thjesht i ka falur mëkatet edhe të mëparshmet edhe të mëvonshmet eventuale Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Inna fatahna laka fathan mubina liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar. Pra sinjalizohet qartë se i dërguari sallallahu alaihi wasallam ka qenë i falur. Mirë po, ja, namazi nuk e ka vetëm kuptimin e faljes, nuk e ka kuptimin që mëkatari duhet të ndalet para Allahut dhe të falet, nuk e ka vetëm këtë koncept,
ndonse e ka edhe këtë, por e ka edhe konceptin tjetër që është shumë më madhështor, e i dërguari sallallahu alaihi wasallam për përgjigjet Aishës thot efela ekunu abden shakura, nëse unë pra jam personi që Allahu e ka falur më herët, pra për mëkatet e bëra më herët dhe mëkatet eventuale të bëra më vonë, atëherë atë mos i jem falënderues Allahut dhe unë për këtë arsye të qëndroj në namaz me falje. Pra megjithatë i dërguari sallallahu alaihi wasallam ka pushuar natën dhe të njëjtën kohë. Ai është përgjigjur se unë martohem. Edhe në atë verzionin në hadithin tjetër ka thënë edhe hamish. Pra nuk kërkohet ai lloj i asketizmit që ne të heqim dorë nga ushqimet e mira dhe ta privojmë veten nga to. Megjithatë, kërkohet që besimtarit të mos jetë shumë merak në çështjen e ngopjes së stomakut të tij me lloj-llojshmëri të ushqimeve. Ajo është çështje e lejuar, por megjithatë, ky lejim nuk duhet të konsistojë drejt zhvendosjes së vëmendjes së besimtarit nga ahireti në dunja. Pra të mos bëhet ushqimi objektivi kryesor i tij, ose të mos bëhet pra qëllim, por të jetë mjet për jetesë. Atëherë kur mund të ushqehet më mirë, pra ta falenderon Allahun për një ushqim të mirë, atëherë kur duhet të ngopet ndërkaq ushqimi nuk është ndoshta gjithaq, po e quaj kualitativ apo superior, edhe atëherë ai do ta falenderoj Allahun për ngopjen dhe për atë pasurim që i ka bërë. Pra i dërguari sallallahu alaihi wasallam ka qenë njeriu më besnik, më besimtar dhe këtu pra ka thënë atë fjalin. Ka thënë kur ka dëgjuar për këta persona, pra unë edhe agjeroj edhe ha, unë edhe falem edhe flej, unë hamish, unë martohem me gra, femen raghibe an sunneti felejse minni, kush largohet nga tradita ime, ai nuk ka të bëj asgjë me mua, kush largohet nga sunneti im, nga rruga ime që unë jam ardhur për ta trasuar rrugën, për të qenë shëmbulltyr për njerëzit se ka duhet t'i binë, se ka duhet të ecin, cila është rruga e shpëtimit, cila është rruga që çon drejt Allahut, cila është rruga që çon drejt xhennetit, cila është rruga që të largon nga rrugicat e shumta të xhenemit. Pra, unë për këtë arsye jam ardhur, për këtë arsye jam dërguar, për këtë arsye më besoni, andaj për këtë arsye dhe jam nga lloji i juaj, nga njerëzit, pra nuk jam nga melekët, nuk jam nga ndonjë krijesë tjetër, nuk jam nga ata që nuk e din rëndësinë e jetës dhe nuk e din shijen e dunjas. Pra unë jam i barabartë me ju dhe kush mundohet që përtej këtyre shkallëve të devotshmërisë të kaloj, atëherë ai veç ka devijuar nga rruga ime. Ashtu siç thot në hadithin tjetër i dërguari sallallahu alaihi wasallam, "Walan yushad ad-din ahadun illa ghalaba." Kush mundohet që ta mund fen, kush mundohet që ta mund fen, është fjala, kush mundohet që të kërkoj prej vetës më shumë se që ka kërkuar Allahu i plotfuqishëm, ai pra do të mundet nga feja. Pra, do të jetë i paqëndrueshëm në ato parime, në ato vizione të tij. Nëse dikush do të thotë se unë çdo natë pra do të vendosi dhe do të falem nga 3 orë apo 4 orë, sigurisht se si hap duhet përshëndetur. Por në të njëjtën kohë duhet shikuar gatishmërinë e tij. A është në gjendje këtë ta bëj për gjatë jetës së tij? Sepse khairul a'mali adwamuha, thot i dërguari sallallahu alaihi wasallam, punët më të mira janë ato që janë më të vazhdueshmet. Ose në hadithin tjetër thot khairul a'mali ma dama wa in qalla. Punët më të mira janë ato që janë të vazhdueshme edhe nëse janë të pakta. Pra nëse dikush tërë jetën e tij falet vetëm gjysmë ore gjatë natës, është më mirë se sa një person që falet gjysmën e jetës së tij nga 4 orë për zë. Vetëm gjysmën e jetës së tij, ose falet një pjesë të kohës, ose falet një javë, por disa javë pastaj e humb rendin. Pra, njeriu duhet të marrë nga feja e tij asa ai ka gatishmëri që të jetë në gjendje të përballoj, në të kundërtën ai nëse sot mundohet me një vrull, me një entuziazëm të posaçëm të jetë më fetar, atëherë zakonisht personat e tillë
mund të devijojnë gjatë rrugtimit të tyre, sepse jeta nuk është një ngjyrshe, jeta nuk është një trajtshe. Ajo do të vjen me probleme të natyrave të ndryshme. Ajo do të vjen me peripeti të ndryshme. Sprovat e rinis nuk janë si sprovat e burririsë. Sprovat e burririsë nuk janë si ato të pleqërisë e kështu me radhë. Kështu që prej neve kërkohet që çdo herë të jemi në rrugën e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, e cila është rrugë mesatare, dhe Allahu kështu atë e kishte bërë mesatar dhe ummetin e tij e kishte bërë mesatar për çfarë arsye? Që ai të jetë për ne argument para Allahut ditën e gjykimit dhe ne së bashku me të jemi argument për popujt e tjerë po ashtu në ditën e gjykimit. Kështu që ti respektojmë datat e shënuara nga ai ashtu siç na ka porositur dhe siç ai vet i ka praktikuar. Nuk kërkohet nga ne që të privohemi nga të mirat e Allahut në emër të fesë. Nëse ne e mendojmë se një natë prej netëve duhet të hahet filan ushqimi, ndonse ai ushqim është halal, vetëm pse ne i vëmë gishtin asaj nate duke mos qenë e regjistruar ajo natë nga Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, duke mos qenë e shenjuar nga i dërguari i Allahut që është mësuesi i njerëzimit, atëherë ai ushqim në atë natë për ne ndalohet. Edhe ana sjelltas, pra, nëse ne e mendojmë ndoshta gjatë jetës tonë, gjatë një viti 354 ditë, ose ta marrim diellor 365 ditë, ndoshta unë vetëm 30 ditë kam në sofrën time ushqim me mish. Por nëse pra që do të thotë shumica e vitit është pa mish. Nëse e mendoj që ato ditë që duhet me domos të jenë pa mish, duhet të jenë në muajin Muharram, atëherë ta kem parasysh se ose në ndonjë muaj tjetër, ta kem parasysh se atëherë veç kalojmë në bestytri, kalojmë në haram, kalojmë në gjuna, sepse çdo shënjim e joni jo konform asaj që i ka vënë gishtin sheriati e i dërguari sallallahu alaihi wasallam, atëherë është gabim nga ne. Të nderuar shikues, kjo ishte një hyrje në vigjilje për atë pasi që ka qelluar kjo natë të jetë pra ta quaj natë e vitit të ri, dhe në këtë mënyrë unë desha që ta kujtoj vetveten dhe juve me rëndësinë e muajit që po hym në te, dhe të njëjtën kohë të bëjmë një llogari me vetveten, vallë shkoj ky vit, çfarë veprova unë, çfarë bëra, cilat janë përparësitë që unë arrita t'i shënoj gjatë këtij viti që shkoi, dhe të njëjtën kohë cilat janë mësimet që duhet nxjerr që të përfitojmë më shumë nga viti që po hym në te, në mënyrë që para Allahut të dalim sa më të pastër, sa më të begat. Ne edhe njëherë ju paralajmërojmë se emisioni jon është drejt për drejt dhe është kontaktiv. Kam një problem, është emri i tij që dëshirojmë të jetë edhe përmbajtja e tij, pra që ju përmes telefonatave tuaja, të cilat natyrisht nuk gjeni ngurim që të paraqitni ndonjë problem i cili kërkon ndonjë zgjidhje, ndonjë sqarim më të detajshëm, ky është emisioni që ne së bashku pra mundohemi që të ofrojmë mundësinë për ju shikues të nderuar që të kalojmë pra me fjalët e Allahut dhe me fjalët e Resulullah sallallahu alaihi wasallam për të gjetë zgjidhje më adekuate për problemet që i kemi në jetë, e sa të shumta dhe të shpeshta janë ato. Në rast se problemet ekzistojnë, por njerëzit të njëjtën kohë hezitojnë që të paraqiten me zërin e tyre drejt për drejt, ata edhe zakonisht na shkruajnë qoftë në adresën tonë elektronike, qoftë në forma të tjera, pra përmes SMS dhe kështu me radhë, dhe në fakt i dërgojnë pyetjet e tyre që ne deri më tani veç na kanë arritur disa prej atyre pyetjeve, por fillimisht ne do të bëjmë një shkputje këtu me një pauzë të shkurtër dhe pastaj do të rikthehemi prapë në transmetim të drejtë për drejtë, që në rast se do të kemi telefonat, ato do të kanë përparësinë që të marrim problemin në mënyrë të drejtë për drejtë gojore prej parashtruesit të problemit, dhe në rast se nuk ka, atëherë ne veç deri më tani na kanë arrit probleme
përmes shkrimit pra në mënyrat që i përmendëm më lart. Atëherë shkojmë me pauzë të shkurtër dhe do të themi pas pak. Assalamu alaikum, pra mirë se vini sërish në këtë takim, pra kam një problem, është porta ku ju mund të qaseni me problemet tuaja dhe shpresojmë që të japim përgjigje adekuate, zgjidhje, alternativa, mundësi që të tejkalojmë problemet sa më pak pasoja dhe nga njëherë një problem në sytë e dikujt për shkak të padijes ose për shkak të mos përvojës në jetë, mund të jetë ndoshta me zgjidhje shumë të lehtë e që në fakt ajo vetëm duhet të parashtrohet para njerëzve që mund të ofrojnë një gjë të tillë, jo që unë pretendoj se jam shumë adekuat apo shumë i qelluar ndoshta për këtë, por më ka rënë hise që këtë emision me këtë titull ta mbaj dhe është privilegj për mua dhe për ata që kanë përzgjedhur që të jem pra pjesë e këtij emisioni, që të jem së bashku më afër me brengat e shikuesve tanë. Do të kisha filluar me trajtimin e një problemi që nuk është aq i lehtë, duke pasur parasysh se është me përmasa që mund të ketë ndikim edhe tek rastet e tjera. Një person pyet, thot, isha i martuar 3 vite me radhë dhe tash në këtë kohë pra jam ndarë nga bashkëshortja, nga gruaja. Thot, me të kam edhe një fëmijë. Jetoj, thot, së bashku me familje, kam nënën, kam vëllain, motër e ngjashme. Thot, nënën e kam të sëmur, ndërsa vëllain e kam me të meta psikike. Dhe kjo në fakt është arsyeja e ndarjes me gruan time. Unë, thot, jam krye familjar në shtëpi, jam djali i madh në familje dhe babai më ka vdekur, kështu që unë jam personi i cili i punoj dhe angazhohem për familjen, pra që t'i mbajmë gjallë pas ndihmës së Allahut fuqiplot. Dhe në këtë mënyrë, pra, dua ta di se si do të ishte puna me gruajen dhe si do të ishte çështja me fëmijën, pasi që përkundër tentativave të shumta për ta kthyer bashkëshortën time në pra në familje, ajo si duket ka presion nga familja, nga babai, nga nëna, nga të tjerët, që të mos kthehet në shtëpinë time derisa vëllain tim ta largojmë dhe sipas parashikimeve të tyre ne ta çojmë atë në shtimje, duke pas parasysh se, thot, vëllai im nuk është i rrezikshëm, nuk është në fakt njeri që shkakton probleme në familje, e ka dhomën e vet, por megjithatë gruaja arsyetohet se ajo tash më ka ndjell frikë pra sëmundja e tij dhe unë nuk mund të jetoj. Ndonse sipas shikuesit ajo në gjendje të tillë pra ka jetuar që 3 vite dhe ka lejuar që ne të krijojmë familje së bashku, kështu të kemi fëmijë, atëherë si i lejoj vetes për 3 vite t'i kaloj në këtë formë e tash më nuk është në gjendje që ta duroj vëllain tim, pasi që nga ardha e saj në familje vëllai im nuk ka pësuar kurrfarë ndryshimi, pra nuk ka keqësim të gjendjes së tij. Mbi të gjitha, thot, përkundër tentativave, thot, ajo do të ishte më e bindur që të kthehej, por të tjerët e shtyjnë që ajo të mos e bën një gjest të tillë. Megjithatë, ajo kërkon thjesht që si parakusht për kthimin e saj ose për rikthimin e saj, ajo duhet pra unë ta largoj vëllain nga
shtëpia. Këtu nuk qëndron problemi tek djali, për të cilin më kërcënon se unë me gjyq do ta marr atë në mbikëqyrje, e për mua është pikë e dobët çështja e djalit çfarë të veproj në këtë rast. Përgjigjen do ta marrim në vijim pasi ta marrim një telefonat e cila si duket është në linjë, në rast se e kemi në linjë mirë, nëse jo atëherë ne vazhdojmë me përgjigjen. Nga regjia më thonë se telefonata ka dështuar për shkak të pritjes gjatë. I kërkojmë ndjes megjithatë. Kjo është një problematik vërtet që nuk është lehtë të gjykohet, ndonse parashtruesi i këtij problemi sikur kërkon që ne të fokusohemi vetëm tek pjesa e fundit, pra çfarë të veprojmë me djalin, që është i vogël, të cilin me asnjë çmim nuk është në gjendje që t'ia lëj atë nënës. Ndërkaq duke pas parasysh me ligjet në fuqi, nëse ajo ankohet në gjykat, atëherë sigurisht se ajo do të kishte prioritetin, përparësinë që ta merrte në kujdes djalin e vet. Megjithatë, ne e themi se fjala më e mirë është fjala e Allahut, pra ashtu siç na ka mësuar i dërguari sallallahu alaihi wasallam, dhe udhëzimi më i mirë është udhëzimi i të dërguarit Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Kështu që si musliman, si besimtar, duhet të pajtohemi që gjykimin real për gjërat që ne na kalojnë nëpër jetë ta gjejmë tek fjala e Allahut dhe tek fjala e Resulullahit sallallahu alaihi wasallam. Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum. Pasha Zotin tënd, Allahu betohet në vetveten. I thot Muhammedit sallallahu alaihi wasallam në veten e dytë. Pasha Zotin tënd, akoma nuk kanë besuar. Akoma nuk kanë besuar derisa të mos bëjnë ty gjykatës në mosmarrveshjet në mes tyre. Derisa ti të mos jesh ai që e ndan drejtsinë në mesin e tyre. Pastaj, kur ti ndan drejtsinë, ndoshta ndonjëra palë do të ndihet si e shkelur. Mirë po, prap nuk kanë besuar, jo edhe atëherë kur të kanë thirrë për gjykatës o Muhammed. Jo edhe atëherë kur e kanë kry atë obligimin që të trajtojnë ty si ndërmjetës ndërmjet tyre, por thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadayta wa yusallimu taslima. Por ende nuk kanë besu derisa edhe përgjigjen ti kur e jep, deri kur edhe vendimin ti e merr, deri kur edhe ti e trajton fajtorin, pra ai fajtori në atë rast të mos ndihet i kënaqur, i pajtuar me vendimin që ke marrë dhe të dorëzohet plotësisht para vendimit tënd. Ende akoma nuk kanë besuar këta njerëz derisa fjala e Allahut dhe fjala e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam të mos jetë në prioritet të gjykimit për çështjet e tyre në këtë rrafsh. Pra, duhet të them se vëllai në fjalë fillimisht duhet të ketë interesimin që të di se çfarë është mendimi islam fillimisht me këtë problematikë që ai ka ngri. Sonte nuk dua të ndalem në çështjen se jetesa me anëtarët e familjes është e lejuar, është obligative, apo ka të drejtë gruaja të kërkoj që të ndahet nga familjarët e bashkëshortit. Me dëshirë dhe vullnet që ndonjë natë t'i qasemi kësaj problematike, por jo sonte, sepse natyra e pyetjes është tjetër. Megjithatë, fakti se bashkëshortja juaj ka eventualisht dilema, ka pengesa për një jetë me ju dhe me vëllain i cili është i sëmur, nuk duhet edhe shumë të neglizhohet vëllai nderuar,
sepse nuk është e lehtë që një bijë e dikuj e cila është ardhur për ty dhe ti je ai i cili detyrohesh të punosh jashtë shtëpisë, sidomos kur ke rolin e mbikëqyrësit të familjes, që ajo të duroj të kaloj jetën me person i cili është i sëmur. Unë e kuptoj dhe edhe për mua është paksa me dilemë, se si ajo fillimisht ka pranuar që të martohej me ju, kur ju kishit një vëlla i cili nuk pritet që ai një ditë të ndahet dhe të mëvetësohet ose të pavarësohet në shtëpinë e tij, sepse gjendja e tij nuk lejon një gjë të tillë, ai ka nevojë për kujdesin e dikujt. Pastaj ndoshta mund të imagjinohet situata se ju nuk e keni informuar dhe ajo është informuar pasi ka në shtëpinë tuaj. Atëherë pse nuk reagoj që në ditët e para, që në fakt vendi dhe mundësia për reagim ka qenë që atëherë dhe njëjtën kohë ka qenë më e pranueshme që ta shpreh pakënaqësinë të jetoj në një familje të tillë ku gjendet në mesin e tyre një person i sëmur, pse që ndonë se nuk është i rrezikshëm siç e quani ju. Por ajo ka lejuar që të kalojnë 3 vite, pastaj ka lejuar që të lind me ju një djalë, një fëmijë, atëherë shtrohet pyetja çfarë erdhi tash në mendjen e saj që ajo kërkon të largohet nga ju. Dhe thjesht pse ajo bën një pazar ta quaj kaq të lehtë, merr një vendim kaq të guximshëm që të ndahet nga ju e të ndahet eventualisht edhe nga djali, fëmia i saj i vetëm, vetëm pse ajo nuk mundet tash me duru një gjendje të tillë. Pra, edhe këtu ka vend për dilema, por edhe një herë e them se nuk është kërkesë absurde, nuk është çoroditje. Nëse një bashkëshorte kërkon që të mëvetësohet në një shtëpi tjetër. Dhe këtu ne si shoqëri kemi defekte në të kuptuar dhe në të konceptuar të kësaj gjendje. Askush, vëllai nderuar, asnjë mendje shëndosh nuk do të kërkonte nga ju që ju të braktisni nënën, vëllain dhe anëtarët e tjerë të familjes të cilët varen nga ju e të orientoheni nga bashkëshortja. Kjo do të ishte gabim i jashtëzakonisht trashanik nëse do të kuptohej kështu. Nëse ndonjë bashkëshorte, nëse ndonjë grua kërkon nga bashkëshorti i saj që ai të bëjnë një hap të tillë. Jo. Nëse ata janë në gjendje ta mbajnë vetveten, është pra e drejtë të kërkohet që ajo t'i përmirësoj kushtet e jetës. Mirë po, në rast se edhe ata janë të nevojshëm për kafshatën e gojës dhe ti je i vetmi person që obligohesh në atë familje, përderisa nuk ke baba, nuk ke vëlla më të madh, ata që i ke janë të sëmur dhe nuk janë në gjendje që të dalin në ndihmë, atëherë me të vërtetë ju jeni të obliguar që ta mbani atë familje dhe do të ishte shumë e pandershme nga bashkëshortja që të kërkojë nga ju të shmangeni nga obligimet e jetës, nga obligimet e financimit dhe mbajtjes së familjes. Mirë po, të njëjtën kohë, nuk do të konceptuar se kur një grua kërkon vetësim, ajo kërkon që të tërë pagën tënde ti ta ndash vetëm për të dhe familjen tënde të ngushtë. Atëherë pra, ne duhet të kemi parasysh se këtu mund të ketë një zgjidhje të ndërmjetshme. Ne do të vazhdojmë këtu, por nga regjia më bën me di se kem telefonat, atëherë do të kishim pranuar dhe do t'i themi alo kujt. Selam aleikum. Aleikum selam wa rahmatullah. Kam një pyetje. Po, urdhëroni. Mburim punon deri në ora 2 në radhë. Deri në ora 2. 2 ose 3. Po. Ose 3. Që në mëngjes në komunët në kimi falë të bajnë tot vetë. E që ta po më të regon se dhe kur ai i lejohet do me falë në qështë të regon që në dhe kur mundet një falë të bajnë. E qartë. Hala në shpërblet, falenderoj. Edhe ju vëzoj që është problem. Atëherë, ne po vazhdojmë me atë që ishim duke biseduar, pra në këtë rast,
ka të drejtë bashkëshortja të kërkojë të mbetësohet, të mos jetojë në një shtëpi të tillë, në rast se është e mundur pra që të bëhet një dhomë me kuzhinë, një dhomë me banjo, pra kushte sado minimale, të jetë e mbetësuar sepse nuk mund ta ngarkojmë atë që ajo duhet ta durojë vëllain tënd vetëm për hir të bashkëjetesës me ju. Sikundër që ajo nuk ka të drejtë të kërkojë që tërë pagën tuaj ju ta shpenzoni vetëm për të dhe djalin tuaj, por ju jeni të obliguar që njëkohësisht edhe të kujdeseni për anëtarët e tjerë të familjes. Ka nganjëherë raste që ndoshta edhe rasti i këtij vëllai mund të jetë i kësaj natyre, pra që është e pamundur që të bashkohen të dy kërkesat, për shkak se pagat janë të vogla dhe në rast se ato shpenzohen në dy familje, atëherë do të ishte e pamundshme që të ndodhte një gjë e tillë. Unë fetarisht asnjëherë nuk kam guximin t'i them dikujt praktise nënën dhe baban dhe plotëso dëshirën e gruas. Por edhe të njëjtën kohë, fetarisht nuk kam të drejtë të mendoj e as ta shprehi se një burr bën t'i bëj padrejtësi gruas për hir të babas së tij dhe nënës së tij. Pra, këto janë disa tema bukur delikate dhe është një mur tepër i holl ku do të duheshin ne ta gjenim vetveten në raste të tilla kur në një mënyrë apo tjetër kërkohet o prindrit o bashkëshortja. Në këtë rast, në shoqërinë tonë, në mentalitetin tonë, në zhvillimin tonë, në kulturën tonë që e kemi të trashëguar nga gjeneratat e tjera, duhet të dim pra se edhe bashkëshortët duhet ta kuptojnë edhe kur lexojnë ndonjë libër fetar, edhe kur lexojnë diç që mund të motivohen nganjëherë për të parashtruar kërkesat e tyre të ligjshme sheriatikisht, të dinë se zbatimi i disa të drejtave të tyre nganjëherë mund të çojnë në pamundësinë reale të burrave që të zbatojnë atë drejtësi që kërkohet nga ta. Dhe ata pra do të gjenden para dy situatave që në gjuhën arabe kjo quhet shumë ëmbël ta quaj, pra ose shumë kënd, shumë tingëllon, ahlahuma murr. Pra zgjidhja e të dy problemeve, më i ëmbëli prej tyre është i hidhur. Pra që të dyja janë shumë të hidhur, por ai që është më pak i hidhur ose që duket më i ëmbël, ai prapë është i hidhur. Pra thjesht ti braktis prindrit e tij, për cilët është i obliguar që të kujdeset për mirëqenien e tyre, për financimin e tyre dhe mbajtjen e tyre, veshmbathjen e tyre, ushqimin e tyre, pastaj pastrimin e tyre, pastaj kujdesin e tyre, ecjen e tyre, lëvizjen e tyre, në vazhdimsi, edhe të njëjtën kohë pra obligimet bashkëshortore që burojnë me rastin e nikahut. Në këtë rast pra shumë burra sikur rezulton se do të jenë të paaftë që të bashkojnë të dyja këto obligime në të njëjtën kohë. Pra ose do të jenë të paaftë të martohen për shkak të obligimeve ndaj prindërve të tyre, ose do të jenë të aftë fillimisht sepse prindrit janë të fortë, por më vonë ata dobësohen dhe ky pra është martuar veç se para disa viteve derisa ata kanë qenë me shëndet të mirë dhe tash ka ardhur koha që ky të kujdeset atëherë për prindrit e tij, krahas kujdesit për familjen e tij, atëherë një grua që kërkon tash zbatimin e të drejtës së saj, ajo kërkon nganjëherë të pamundshme. Dhe situatat e tilla krijojnë këtë situatë ku kamrikja motër shpresoj e ndershme dhe e nderuar, që thjesht ta vëj në siklet bashkëshortin e saj, se çfarë të thotë se si të sillet ai me prindrit e tij, në fakt në këtë rast me nënën e tij dhe me vëllain e tij. Që të dy pra të nevojshëm për ndihmën e këtij. Pra, letë është të shikohet interesi parcial, por vështirë do të ishte dhe gruaja në esencë do të ishte e pakënaqur në rast se një djalë, një burr heq dorë nga familja e tij e ngushtë për hir të gruas së tij, sepse kjo është virtyt, është moral i dobët dhe nëse ai e bën pra ai është shkelës i obligimeve që Allahu i ka dhënë atij
si djalë, si evlad i dikuj. Pra, cila bashorte e mirëfillt do të pajtohej që burri i vet të sakrifikoj xhennetin, të cilën e ka nën këmbët e nënës së tij, vetëm për hir të respektimit të drejtave të saj, kur nganjëherë pra burrat e shpeshherë në vendin ton janë të pamundshëm që të rahatojnë të dy palët për shkak të pagës së ulët, për shkak të pagës së dobët që t'i mban dy familje në të njëjtën kohë. Dhe në vend se të duroj dhe të bëj lutje tek Allahu që së shpejti të sjell zgjidhjen, dhe Allahu përgjitha është i fuqishëm dhe është e mundur që ai shumë shpejt të ofroj për këta besimtarë që i luten atij dhe që durojnë për hir të tij një zgjidhje e cila do të ishte e kënaqshme për ta. Dhe do të vazhdonte jeta e tyre, do të lëshonte Allahu bereqet në fëmijën e tyre e kështu me radhë. Mirë po, sido që t'jetë, nëse situata veç kam rri deri këtu ku kam rri, atëherë vëllait në fjalë do të kishim thënë se po, edhe Islami pra jo vetëm ligji, por edhe Islami e parashes se fëmia i cili është në moshë të vogël, siç është djali juaj, ai i takon nënës që ajo të arrit atë me të drejtë të vizitës tek ju, me të drejtë të plot, pra që të këmbeni djalin në kohë të caktuar sipas marrëveshjes, që atë mund ta bëni me burra, mund ta bëni edhe përmes gjykimit që del eventualisht nga ndonjë ankesë ose padi që bëhet, por nuk ka nevojë që të shkohet drejt asaj, sepse nëna e vet është më afër që të kujdeset për te, sesa nëna e juaj, pra që është gjyshja e djalit në këtë rast, ose dikur tjetër në familje. Dhe ju në këtë mënyrë pra ja komplikoni vetvetes edhe më tepër çështjen e rritjes dhe edukimit të fëmijës. Në vend se ju pra të dilni, të punoni, të gjallënoni, atëherë ndoshta nganjëherë kërkohet që ju të ngeleni në shtëpi dhe të merrni edhe me djalin tuaj të vogël. Mirë po, edhe gratë duhet të kenë parasysh se sheria është e vërtet që e thot se fëmijët e vegjël të cilët nuk dallojnë, pra që i bie kjo që janë në moshën 7 vjeçare, duhet të kujdeset për to nëna dhe duhet që kujdesin që e bën nëna, pra veshmbathjen dhe ushqimin e djalit ta paguaj babai, pra ta paguaj ti paguaj shpenzimet e tij edhe pse ai jeton tek nëna. Mirë po, kur djali i bën 7 vjet, pra fillon ti dalloj gjërat, atëherë ai duhet të pyetet se me kë dëshiron të jetoj, me baban apo me nënën. Dhe në rast se ai zgjedh baban, atëherë është e drejtë legjitime që babai ta merr nën kujdesin e tij dhe të kujdeset pra për të. Nëse ai zgjedh nënën, atëherë pra atij i bie obligimit që të kujdeset materialisht për djalin e tij pasi që ai ka kaluar 7 vite. Mirë po, duhet të kenë edhe një detaj tjetër gratë në këtë rast parasysh. Nëse ato martohen në vend tjera, pra obligohen që djalin t'ia kthejnë burrit, babait të vet, e jo ta marrin atë me vete tek një njeri që ai nuk është babai i tyre. Pra në rast se ato martohen, atëherë martesa i ia zbret prioritetin e marrjes nën kujdes të fëmijës. Dhe natyrisht, nga kjo që ju përshuani, ju jeni në moshë të re, është vështirë të imagjinohet se bashkëshortja juaj dëshiron që të mbyllet në rritjen dhe edukimin e këtij djali dhe të mos martohet më. Jo, ajo sigurisht se duhet të martohet dhe kjo do të ishte e preferuar nëse ju nuk gjeni gjuhë të përbashkët dhe prapë të riktheheni. Dhe në rast se nuk gjeni gjuhë të përbashkët dhe të rikthehet ajo në jetë me ju dhe shkurorzimi pra merr trajten përfundimtare, atëherë duhet ta di ajo motër se atë fëmijë mund ta ketë në kujdesin e vet deri në moshën 7 vjeçare ose deri në momentin kur ajo martohet. Në momentin kur ajo martohet, atëherë ndryshon pra çështja e prioritetit se kush duhet të kujdeset për atë djalë. Në të kundërtën, pra ajo obligohet që të mos martohet me dikë tjetër. Në këtë rast, vëllai nderuar,
edhe ju duhet të pajtoheni që në rast se nuk gjeni kur far rrugdalje tjetër, që nuk keni mirë kuptim, që ajo të kuptoj pra pozitën tuaj sociale dhe të rikthehet për hir të Allahut, të duroj nëse nuk është e rrezikuar nga vëllai juaj, të rikthehet dhe të jetoj bashkë me ju për hir të fëmijës, për hir të jetës së lumtur që kishte ju 3 vjet më parë. Pra, nëse kjo nuk ndodh dhe nëse ju nuk keni mundësi që të ofroni ndonjë alternativë e cila do të ishte e pranueshme për bashkëshortën tuaj, atëherë duhet të pajtohesh që ajo ka të drejtë ta merr fëmijën, jo ta merr përjetësisht, pra që ju 1 herë në javë, 2 herë në javë më së shumti, ndoshta 1 herë në 2 javë ta keni atë në kujdes dhe në fakt ju mund të përfitoni që në moshën 7 vjeçare, pra sipas parimeve të shariatit, fëmia të pyetet dhe ai të deklarohet se me kë dëshiron të jetojë. E në rast se ai martohet, atëherë ai do t'ju takoj juve faktikisht nënës tuaj që të kujdeset, derisa nuk e di se a është nëna e nënës së tij gjallë dhe a është në gjendje që ajo ta marrë dhe të kujdeset për të. Pra kështu është vendimi i Allahut dhe ne duhet të jemi të pajtuar me vendimin dhe lejen e Allahut fuqi plot. Në shpejtësi do t'i kisha dhënë përgjigje kësaj pyetjes që na erdhi përmes kësaj telefonate, ndonse kjo nuk ishte e natyrës së emisionit, por është një preokupim që kërkon thjesht një përgjigje të përshpejtuar sheriatike. Burri i cili punon diku deri në 2 apo 3 ora të mëngjesit dhe kur kthehet në shtëpi, ai nuk është në gjendje pra që të qëndrojë deri në kohën e sabat dhe të njëjtën kohë pasi bie vonë edhe nuk e ka të mundur që ta fal sabahun, pra nuk mund të zgjohet për ta falur namazin e sabahut, atëherë cili është limiti për të. Limiti nuk ka motor. Ai duhet të zgjedh, pra nëse është e pamundshme që ai ta fal namazin e sabahut në kohën e vet, pra në kohën e agimit deri tek lindja e diellit, pra në këtë periudhën ta quaj diku 1 orë e gjysmë, 90 minuta e pak më shumë ose pak më pak varësisht prej periudhave të vitit në të cilat gjendemi, nëse ky nuk mund ta fal namazin e sabahut në atë kohë, atëherë duhet të punojë seriozisht, të angazhohet seriozisht për ta ndryshuar vendin e punës, nëse pra e ka këtë pengesë. E nëse ai vërtet i lodhur, por arrin të zgjohet në këtë periudhë, pra ta themi me shifrat e tashit parafarsisht të takvimit, pra mund të qohet diku në ora 5, 5:15, 5:30, 5:03 qerek, ose 6 pa 1 qerek, pastaj 6, 6:01 qerek tash. Nëse mund të zgjohet në këtë periudhë dhe e fal namazin e sabahut, atëherë mund ta mbaj atë punë nëse nuk ka ndonjë kundërshtim tjetër. Mirë, po nëse ai në një mënyrë apo tjetër duhet të bëj kontratë me vetveten që derisa unë punoj në këtë punë nuk mund ta fal namazin e sabahut asnjëherë, atëherë me domos duhet të punoj që të ndryshoj vendin e punës. Kemi edhe pyetjet dhe problemet tjera që na kanë ardhur më herët me shkrim, por do të kisha preferuar nga regjia që edhe këtu të bëjmë një shkputje promociale dhe pastaj do të rikthehemi përsëri në emisionin tonë të drejt për drejt. Kam një problem. Atëherë rikthehemi prapë në emisionin e drejt për drejt. Kam një problem. Në gjatë kësaj pauze regjia më bën me dije se ka telefonata të shumta, por që natyrës së emisionit nuk i përshtaten dhe ne edhe një herë i bëjmë me dije shikuesve tanë se ne i parapëlqejmë çështjet që janë të natyrës së problemit dhe të cilat kërkojnë një zgjidhje paksa më të zgjeruar
më të elaboruar, nuk është emisioni thjesht për pyetje përgjigje të përshpejtuara, sepse dhe në këtë program televiziv keni hapësira të tilla, edhe drejt për drejt edhe jo drejt për drejt, me emisione që janë enkas për pyetjet e tuaja, të cilat do ta marrin përgjigjen adekuate. Dhe nga hoxhallar sigurisht që janë meritor për t'ju dalë në ndihmë në këtë drejtim. Pra, sikur dua të them, varësisht prej natyrës së problematikës, por gjatë një emisioni që zgjat zakonisht 1 orë e gjysmë, ne jemi prej 20:30 deri në ora 22, pra me ju drejt për drejt çdo të mërkur, atëherë do të kishim parapëlqyer sikur mesatërisht të themi të kem diku 4-5 telefonata ose 4-5 problematika që janë thjesht të mundshme që ne ti elaborojmë gjatë kësaj kohë, gjatë kësaj minutazhe. Ndoshta nganjëherë do të ishte vetëm një telefonat ose vetëm një problematikë që do të na mjaftonte për elaborim, por këtë do ta trajtojmë sipas rëndësisë së saj. Megjithatë, tani kemi një telefonat dhe dëshiroj që ta inkuadrojmë. Nuk po të një. Po, jeni drejt për drejt. Selam aleikum. Aleikum selam wa rahmatullah. Unë e kam një problem, desha me lidh me namaz, ku për lidh në namaz, taman ja filloj namazin me subhanikën, elhamdulillahin e përfundoj, rekatin e parë, dërsa rekatin e dytë, kur tulam të jot gaboj, aso sam jam, a e thash të jotin, as e thash. Shumë po mërzitna. Tamam. Faleminderit për paraqitjen. Zoti ju ndihmoft. Po, natyrisht se ne jemi qasur kësaj lloj problematike që njerëzve u paraqitet në abdes, u paraqitet në namaz, ajo që në gjuhën e shariatit quhet vezvese. Pra, janë cytjet e shejtanit që edhe namazliun mundohet që të mos e lejë të qetë, pasi që është munduar që ta mbaj për vete të mos falet fare, nuk ja ka arritur kësaj dhe tash mundohet që të mbjellë dyshime në namazin e tij, në abdesin e tij, për shembull i ka larë gjymtyrët 2 herë apo 3 herë, apo e ka lënë gjithë një mangu, pastaj kur falet numri i rekateve i ngatrohet dhe ai falet 2 apo 1, i falet 3 apo 2, e të ngjashme pra prej dilemave që i paraqiten gjatë namazit dhe thuaj se çdo namaz e fal me sehvi sejdë, pra me sejdë të harresës ose të gabimit që ndodh gjatë namazit. Nëse kjo shfaqet dhe kalon në dukuri të një personi, atë ne i themi që atyre cytjeve të mos ia vëj veshin. Nëse pra gjatë tërë ditës i ndodh në një namaz. E kjo është normale. Kjo është normale, por nëse fillojmë që gjatë të 5 namazeve të ketë 3 herë apo 4 herë në ditë kësi lloj dyshimi, atëherë me kalimin e kohës ne duhet të themi këtyre personave që të mos i vëjnë mendjen atij dyshimi që u paraqitet në ndërkohë derisa ata janë duke u falur, sepse kjo është cytje e shejtanit dhe në fakt Allahun do ta kënaqte namazi i juaj pa ja vënë veshin cytjes së shejtanit edhe nëse jeni gabim. Pra këtë keni parasysh. Edhe nëse ju praktikisht pra jeni gabim, sikur do të imagjinojmë, sikur të ishit të incizuar me ndonjë videokamerë dhe do ta shihnit vetveten se vërtet ju nuk keni të qëndruar në tehiyat, në teshehud, por ju nuk ja vet mendjen kësaj vezvesës së shejtanit, për Allahun kjo do të ishte më e dashur që ju kështu gabimisht ishit falur, se sa ta dëgjoni vezvesën e shejtanit në çdo kohë, në çdo moment. Dhe nëse ju veproni këtë mënyrë, duke kërkuar ndihmë nga Allahu, duke bërë lutje edhe në namaz, edhe në sejdë sidomos, por edhe jashtë namazit, që ai t'ua largoj juve këtë vezvese, dhe ta keni vazhdimisht lidhjen me Allahun, do ta shihni se me kalimin e kohës ajo do të shkojë dhe do të jetë diç e harruar dhe e kaluar për ju. Natyrisht besimtarit i takon që të preokupohet për namazin e tij, sepse ne jemi të obliguar që veprën kur ta bëjmë ta përsosim.
ne jemi të obliguar edhe jemi të mësuar nga Resulullah sallallahu alaihi wasallam që veprat t'i bëjmë në mënyrë sa më mirë dhe ne dëshirojmë që ato t'i ekspozohen Allahut dhe Allahu derisa është i mirë nuk e pranon jashta të mirën dhe dëshirojmë që namazi jon pra të jetë me gjitha tiparet e një namazi të shëndosh, të shëndetshëm, të mirë dhe të pranueshëm nga gjitha anët, nga gjitha dimensionet. Mbi gjitha është ai aspekti shpirtëror pra lidhja jon që e bëjmë me Allahun, përqendrimi jon në namaz dhe gjatë lutjeve tona, gjatë recitimit të sureve dhe lutjeve përkatëse në vendet e caktuara në namaz, ne pra duhet të kemi vëmendjen të përqendruar dhe atëherë kur e madhrojmë Allahun ta madhrojmë me bindje të plotë, atëherë kur e falenderojmë atë ta falenderojmë me bindje të plotë, atëherë kur i lutemi atij ti lutemi me bindje të plotë. Kjo është në fakt edhe esenca e faljes së namazit dhe ky lloj namazi është ai që të shpije për punë të mbarë dhe të mira edhe në periudhat ndërmjet namazeve, pra thënë ndryshe edhe në pjesët e tjera të jetës. Unë do të kisha preferuar që të marr këtu pra një nga pyetjet e ardhura me shkrim që më herët me një problematikë që në fakt do të ishte ndoshta e mjaftueshme që të përmbyllim këtë emision pasi që është e gjerë, por unë dëshiroj që eventualisht të lëm hapësirë edhe për ndonjë pyetje tjetër ose ndonjë dert problem tjetër nga ato që deri më tani i kemi këtu në listën tonë që kanë arritur. Thotë jam një motër, selam aleikum, jam një motër muslimane me mbulesë dhe kam një problem. Po, ka kaluar thot një kohë e gjatë që babai nuk më lejon të bëj nikah me një vëlla musliman, pra me një djalë musliman, vetëm për shkak se i pengon mjekra e tij. Çka të bëj? A kam haram nëse bëj nikah pa lejen e babait? Dua të përmend se nga familja e ime përveç një vëllait 16 vjeçar që i përmbahet fesë, nuk kemi të tjerë që e respektojnë fenë. Dua këshillën tuaj. Në fakt ky është problemi shumë adekuat që kërkon të trajtohet në emisionin ton Kam një problem. Sepse ndonse motra në fjalë e atribon një problem të saj personal, por ky nuk është tashmë problem individual, sepse probleme të tilla, brenga të tilla dëgjojmë nga të dyja palët, nga djemt dhe nga vajzat, se prindërit e tyre shpeshherë janë pengesë e martesave, e sidomos në këtë rast të gjinisë femërore, e cila është e obliguar që të marrë lejen e atij prindi për martesë. Pra, këtu është çështja më e ndihshme dhe ata mund për shkak të aspektit fetar hezitojnë që t'i japin dorën e vajzës së tyre një personi i cili fakt i plotson kriteret ndoshta, por feja e tij, fetaria e tij i pengon këtij prindi që t'i jap vajzën e tij. Dhe kjo në fakt shënon një problematik jashtëzakonisht të madhe dhe një kërcënim jashtëzakonisht të madh të profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam, i cili na thot kështu: nëse kërkon dorën e vajzës tuaj dikush me fen dhe moralin e cilit pajtoheni, jepni vajzën tuaj. Nëse nuk veproni kështu, in lem tef'alu yakun fil ardi fasadun kabir, fasadun arid, e në transmetime të tjera të ndryshme pra thot, do të jetë një fesat i madh në tokë. Nëse prindrit, kur ju vje oferta nga një djalë musliman, nga një djalë fetar, nga një djalë i moralshëm, e refuzojnë, e sidomos në këtë rast e refuzojnë për aspektin fetar, atëherë çështja është edhe më ndihshme dhe më kërcënuese.
sepse i dërguari sallallahu alaihi wasallam paralajmëron shkatërrim në tokë. Shtrohet pyetja për çfarë shkatërrimi është fjala? Është fjala për kiametin? Jo. Këtu në këtë rast, sikur të ndodhte kiameti do të ishte mirë, sepse atëherë i gjithë mileti, i gjithë populli do të bindej se ka vepruar keq dhe lig, dhe si pasojë e veprimit të tyre do të ndodhte kiameti dhe asnjëri prej të tjerëve nuk do të kishte mundësi që të merrte mësimin adekuat. Jo. Këtu është çështja se do të bëhet shkatërrim i familjes. Celula e parë e shoqërisë. Familja e cila nëse është e shëndosh, pretendohet të kemi shoqëri të shëndosh. Nëse është e sëmur, nëse është e ndërtuar mbi baza të dobta, nëse është e ndërtuar mbi fare baza, atëherë kemi një shoqëri po ashtu të pa bazë. Kemi një shoqëri të dobët, një shoqëri e cila nuk është në gjendje që të përballet me asnjë sfidë para vetes, nuk është në gjendje të përballet për ruajtjen as më të dinjitetit të vet, as të tokave të veta, as të shtetësisë së vet, as kujt tjetër, sepse është në shkatrim familja. Nëse shkatërrohet familja, atëherë çfarë dobie ka një shoqëri që në numrin e përgjithshëm të familjeve të numëroj ca familje që janë me probleme të ndërtimit të tyre të kotë, të dobët, të pafuqishëm, e nganjëherë edhe shkatrues. Pra paralajmëron kështu i dërguari sallallahu alaihi wasallam. Dhe shtrohet pyetja në këtë mënyrë, çfarë nëse ne do të kishim fuqi të ringjallnim për disa çaste, disa gjysh tanë, të cilët kanë kaluar në amshim jo shumë vite, jo shumë dekada para kësaj kohë kur po flasim, dhe t'ju tregonim atyre se kemi ardhur në një periudhë kur prindi nuk e jep vajzën e vet tek fetari, tek ai që i friksohet Allahut. Dhe ata sigurisht se do të habiteshin. Dhe do ta bënin këtë pyetje, këtë dilemë do ta ngrenin. Nëse nuk ja jep vajzën atij që i frigohet Allahut, atëherë për kë po e ruan vajzën e vet. Zakonisht të respektuar shikues, ky fesati që përmendet në hadith, pra ndodh pikërisht në ato raste kur një prind për motive fetare nuk e jep vajzën diku tjetër dhe janë motive të tjera me të cilat joshet ai. Qoftë ajo pasuria, qoftë pozita dikuj, me shumicë të rasteve që i kemi përcjell në terren, pra këto martesa janë me rezume ose ta quajmë me epilog të dështuar. Pra, vajza e tij është e rrezikuar çdo herë që të divorcohet, të shkatërrohet marrëdhënia e saj me burrin, të cilit ja ka dhënë këtë vajzë. Duke pas parasysh se kjo çështje është me shumë dimensione, por unë dua t'i fokusoj dy më kryesorët, është çështja nga ana e babait, i cili duhet të kujdeset në esencë për njerëzit e moralshëm që t'ja kërkojnë vajzën e vet. Madje nuk është fare turp, por është shumë e ligjshme fetarisht që ky të bëj oferta njerëzve të cilëve mund t'ju shihet frika e Allahut dhe t'ju shihet mirësia në sjelljen e tyre. Nuk është turp pra që një prind i sinqert dhe i dinjitetshëm ti thot një djalit e kam një vajzë për ty, a je në gjendje ta marrësh, nëse ai pra i ka ilustruar dhe i ka analizuar familjen dhe prejardhjen e këtij djali dhe sjelljet e tij të njëjtën kohë se i vlen që ta ketë dhëndër të vetin. Në vend se të veprohet në këtë mënyrë, ja pra vinë prindit që pikrisht atë vajzën fetare çfarë është më interesant, atë vajzën e mbuluar e pengon nga martesa me një njeri që do të quhej adekuat për të. Pra edhe ai fetar. Ku ta merr mendja i nderuar prind që mund ta rahatosh vajzën tënde fetare me shami
kur ti ki me dhënë në një vend i cili nuk i ka në fakt aspektin fetar të një niveli me vajzën tënde. Nga njëherë mund të thuhet, por sikur ka ardhur në këtë pyetje, është çështja e mjekrës. Ja, ky është problemi. Ky është problemi, domethënë, i karakteristikës mashkullore të njerëzve, që esencialisht, çështja e mjekrës nuk është diç që ekziston në fytyrat e njerëzve me kontributin e tyre, pra thjesht shkojnë ata, operohen dhe bëjnë ndonjë lëvizje në lëkurën e tyre, bëjnë mbjelljen e flokut e çimeve të mjekrës, vetëm e vetëm për të dukur si më të veçantë. Jo, ajo është karakteristikë mashkullore. Dhe atë ka kërkuar i dërguari sallallahu alaihi wasallam të lihet e lirë që të del. Duke mos ju qasur aspektit se sa do të jetë, pra thjesht është traditë profetike, traditë e profetëve që të kenë mjekër. Nëse ai mund të thotë se krahas mjekrës dëshiron t'i atriboj edhe paragjykime të tjera, unë nuk mund të them se çdo rast do të gjykohet se kushdo që është me mjekër është i pafajshëm. Jo, mund të jetë dikush me mjekër, por të ketë baza jo të ndërtuara fetarisht të personalitetit të tij. Pra mund të ketë arrogancë. Arroganca s'përshtatet me mjekrën e tij në këtë rast. Mund të jetë mendje madh, mund të jetë përçmues i tjerëve, mund të jetë ndoshta i dhunshëm ndaj kësaj vajze. Mund të jetë pastaj me një prejardhje jo të pastër familjare, që në fakt ky prind heziton që ta fusë vajzën e tij tek një familje e cila nuk ka baza të shëndoshta, sepse fëmijët e kësaj vajze pastaj do të ishin edhe nipërit e këtyre familjarëve që nuk kanë ndoshta biografi edhe as të pastër. Ose ndoshta ky djali mund të jetë fetar, mund të jetë i sinqert, mund të jetë i butë, mund të jetë me të gjitha të mirat në këtë aspekt, por thjesht është i papunë dhe është i painteresuar të punojë. Kemi edhe raste të tilla. Nuk duhet të përjashtohen këto arsye që mund t'i kenë nganjëherë prindrit. Thjesht ai dëshiron që me momentin kur ja jep dikujt vajzën e vet të jetë e rahatuar, të mos e baj gajlen e saj, të mos e ketë preokupimin e saj se apo ushqehet, apo veshmbathet, a ka dru, apo a ka nxemje, a ka këtë, apo a ka atë. Jo, ata nganjëherë pra, sidomos vajzat e reja nuk din edhe urtësinë pse sheriati ka kërkuar që të mos martohet vajza pa lejen e prindit të saj. Thjesht sepse prindi në origjinal është më larg pamës. Prindi shikon të ardhmen e mirë të vajzës së vet. Prindi nuk e don një djalë i cili është i bukur në pamje, por është shumë dembel në jetë. Nuk ka përfunduar shkollë, nuk din ndonjë zanat, nuk është në gjendje të kryejë asnjë punë, por bredh rrugëve dhe ende jeton në kurriz të babait të tij apo të vëllezërve të tij. Sa do ta kishte mjekrën e gjatë apo të shkurtë, sa do të falej në xhami, me këtë rast nuk do të pajtohesh as unë, sepse nuk pajtohet Islami realisht. Nuk kërkohet prej nesh që të jem të mbështetur në punën e dikujt tjetër, ndërkaq ne të mos mendojmë për vetveten dhe për familjen tonë. Është e drejtë pra atij prindi që pastaj të refuzoj për këtë arsye. Amo jo pse ka mjekër, amo jo pse është fetar, jo pse fal namaz. E sidomos edhe një herë them, kur bëhet fjalë për një vajzë që ai veç e ka të përgatitur për një gjë të tillë. Ai nëse i pengon feja e dikujt, le t'i pengoj fillimisht feja e bijës së tij. Le t'i pengoj shamia e vajzës së tij. Ai verzioni i njohur
i pranimit të Islamit nga Omeri radiallahu anhu, i cili një ditë prej ditëve ishte zgjuar dhe kishte shprehur vullnetin që të shkonte dhe ta likuidonte Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Dhe me shpatën e nxjerrur nga këllëfi, të cilën e bante në dorë, e takoi dikush dhe i tha, ku po shkon, tha, dua të shkoj të qeroj hesapet një herë për gjithmonë me atë njeri, i cili po bën destabilizim të situatës dhe po na thret me një fetë të re e cila nuk është e nevojshme për ne që të përqafohet. Dhe ai personi tha, nëse ke ti këso pretendime, atëherë qëroj hesapet në familje. Omeri tha, çfarë? Tha, shiko motrën tënde të martuar, motrën e martuar dhe dhëndrin të cilët veç e kanë pranuar Islam. Omeri pa prit mas pra shkoi tek motra dhe ngjarja është shumë e përfolur dhe e përmendur. Ai i takoi ata duke lexuar Kur'an, i gjeti pra me një mësues dhe kështu fillimisht e përgjaku motrën e vet, pse ajo kishte pranuar Islamin. Pra nuk i lejoi vetes që të shkonte dhe të sqaronte problemin me Muhammedin sallallahu alaihi wasallam derisa e kuptoi që ai ka problemin në familje. Atëherë, këta njerëz pse i lejojnë vajzat e tyre që të jenë fetare? Unë them se ata nuk do të mund t'i ndalojnë ato, sidomos në këto kohë kur ne jetojmë dhe mendimi i lirë, besimi është çështje e garantuar sotme. Nuk do të lejojnë prindrit që për të drejtat e njeriut të gjykohen nga fëmijët e tyre. Jo. Në këtë rast pra, ky në vend se të punoj se si ta rehatoj vajzën e tij, të cilën e ka në shtëpi, e cila është ngjyrosur me ngjyra fetare dhe respektim të parimeve të fesë, atëherë më mirë do të ishte për vajzën e tij që ajo të rahatohej me një burr dhe ky t'ia njihte atë, edhe nëse për momentin zemra e tij nuk ja thotë që dhëndri i tij mund të jetë me mjekër ose mund të jetë fetar ose mund të jetë namazlije të ngjashme. Thjesht le ta shikon edhe interesin e vajzës. Ndërkaq, vajza a duhet pra që ta tejkaloj të drejtën për martesë nga babai i saj dhe ta martoj veten? Këtu duhet ta shikojmë nga ky dimensioni tjetër që thash unë dua ta trajtoj. Nuk duhet të nguten vajzat. Duhet ta shikojnë punën se si është realisht. Nëse babai thjesht i mohon të drejtën e fesë asaj, ja shan fen tjetrit. Nëse babai thjesht nuk ja jep dikujt dhe nganjëherë kemi raste të tilla që prononcohen se atij që fal namaz unë nuk ja jap vajzën, atëherë mund të ngrihen kompetencat e këtij prindi, mund të pezullohen dhe kjo vajzë pra nuk është e obliguar tashmë fetarisht që ta përcjell një mendim të tillë, një verdikt të tillë, sepse ky tashmë i ka dalë përballë parimeve esenciale të fesë, për cilët pa kurrfarë dileme në mesin e dietarëve dikush që mohon të drejtën për ta falur namazin dhe e mendon se nuk është obligim një gjë e tillë, ai del nga feja në esencë. Dhe kujdestari i vajzës, prindi, nuk mund të jetë për muslimanën një jo musliman në këtë rast. Mirë po, rastet e tilla i kemi më të rralla, që njerëz thjesht domethënë refuzojnë gjithçka që është e fesë dhe bëjnë apel që burri i vajzës së tyre nuk duhet të ketë asnjë element fetar. Mirë po, nganjëherë disa pra mund të kenë qasje më ndryshe, pra të mos jetë ekstremist, të mos jetë me këso ngjyre, me këso pantolle, me këso mjekre e të ngjashme, pra të tilla dilema pra mund të ekzistojnë, e të cilat atë nuk e nxjerrin pra në kufër. Atë nuk e bëjnë pra baba të pa kompetenca ndaj vajzës së tij, ndonse ai mund të ketë ignorancë, mund të ketë paragjykime, mund të jetë i pajisur me njohuri nga mediat e ndryshme, e që nuk korrespondojnë me realitetin dhe gjendjen reale, por megjithatë ai pra mund ta ketë atë dilemë apo atë dilemë, sido që të jetë në rastet të tilla do të kemi parasysh se për vajzën është shumë më rëndësi që të mos i prish marrëdhëniet me babain e vet.
sepse babai do të ngelet baba për tërë jetën. Ndërka ky burri i saj, Zoti na rujt për një fjalë edhe gabimisht kur shqiptohet, pra të shkurorëzimit, ata nuk i lejohet të jetoj me te. Te kush do të shkon? Te kush do të strehohet? Për këtë arsye pra kërkohet të njëjtën kohë që me babain të mos prishin marrëdhëniet tërësisht, ama të mundohen në këto rast të gjejnë mesin, ta bindin babain, të flasin me nënat e tyre që edhe ato të jenë në ndihmë të tyre. Thjesht, pra edhe të njëjtën kohë të kemi parasysh se babai nuk mund ta martoj edhe atë me dhunë. Pra kur i vjen një rast tjetër që dëshiron pra babai ta jep vajzën e tij, atëherë dhe kjo le ta shpreh mos pajtimin e saj dhe të mos shkojë tek ai vend. Pra edhe ai nuk e ka të drejtën që ta martoj këtë me zor. Atëherë do të bindet babai, medomos që një ditë prej ditëve ta jep aty ku më shumë synon dhe ka dëshirë vajza e tij sesa ku ai i sheh për prioritet, sidomos çështja e bindjes dhe udhëzimit, është çështje që është në dorën e Allahut dhe ai atë ja jep kujt të doj në kohën kur të doj. Duke pas dëshirë që këtë edhe më tepër ta elaboronim, por koha tashmë veç ka kaluar dhe ne kemi dalë pra prej orës 22. Ky në fakt edhe këtu shënojmë përfundimin e këtij edicionit të emisionit ton Kam një problem. Kështu që me lejen e Allahut ne shpresojmë të takohemi në javën e ardhshme në po të njëjtën kohë, pra nga 20:30 drejt për drejt deri në orën 22. Deri atëherë ju lëm nën kujdesin e Allahut me shpresë që do t'i përgjigjemi edhe pyetjeve të tjera edhe brengave të tjera, por edhe ato të reja që do të vinë deri në atë kohë. Deri atëherë, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.